129. E merr aty ku ka mundësi me marr. Asë milimetër nuk është ma e pavleshme, ma ju relevante, ma e zbet, Jo, nuk e shkel prokurori ligjin. Po unë e kom marrë, në autorizimin e prokurorit kom marrë 1700 deklarata. Tu i livru njërë, ku e kom marrë traktori i deklarat shty. Në veturë, ja kom marrë deklarat, pse? Revenasio deklarata në ko vendi ku e merë. Ajo është prokurorit të vy me jetimi. Prokurorit ka interes, prandaj nuk duhet me zgjidhë shumë prokurorit se e ka subjekt procedurë. Subjekt që i ndihmon prokurorit, nuk e ka parë. Halili, Uçu ka thonë, hajt një ju në gudzëf shiton. Aja është kanusje ndaj prokurorit. Jo, ka thonë gudzëf, be aty dhe shef avtju i di farë mënyre. E ka thonë në mënyrë tjetër. Për mua shumë i butë, se në qitë rast nuk isha nisë procedurë penale për kanusje ndaj mi. Qa, ka zem penal, është të vërtet. Mu për një mesazh që i kom thonë në drejtar ku ja po takojmë më kanë dënuar 1200 euro gjiko. Këtë shumë se e kam avokat. Për dy që e kam avokat Gjertes Makizin kisha pas dëshirën do atë kitje, s'e kam mbrojtur. Po është avokati jam personal. Nuk pa du me bën reklam. Po do me pas nevojë marr. Bravo, do të vitë për gjithë. Po është vërtet po. Se kjo edhe kur e ka keq, arsyetën. Edhe keq është, edhe keq është si me të butë, flot veç kur ta bosh aty 5 vjet borg. Këtë rast me tiku po bendo, këtë rast me tiku po. I ke u. Po, kjo ka pas gabim. Do të vitë për gjithë. Po janë son të debat më të mujta. Edhe son të debat ku gjë është për është. Në atë aspektin e mirë fjalës, i kulturon po jo. Ku pas me tokë ka fitu, aty pse? Se ky edhe kur e ka keq ta forco bindjet që ka mirë. Edhe ky është roli avokatit realisht. Se një avokat që nuk din me mbrojtë dy pozicionet kundërta. Pavarësisht cilin ai është avokat çu duhet. E ky ka se e lam gjys. Ti shikon krye prokurori ai kishte shku për shembull Hashim Thoçin zyre. Kujdo. Jo Hashim Thoçet, po kujdo që kisha pas interes për shkak të qëllimit të timit. Për shkak me zbatuar rrjedhë suksesshëm për procedurën penale kisha shku. Zyre. Po ty pashit kallamat që krash, sepse mu vjen deklarata, mu vjen dëshmia. Unë jam këtu veç timen. Nuk kisha leju mu blloku rasti për shkak për një forcë kujt të qoftë. Anë le të kaj keq. Unë shkretë marr deklaratë që po vjen mu të marrja se gjykatës. Kjo është ajo që 129. Veç atë më ndroç atë. Nuk e ndalën në 129 absolutisht. Jo. Në dy raste merr deklarata është organ policisë. Fat prokurori thot e rreth të deklaratë. Ç'i skoran si ku. Pastaj prokurori i autorizon policin. Në autorizimin e policisë. E prokurorit policia me deklaratë dhe mal me kon. Mal me kon. Në aksident trafik. Okay, po nasu në rrugë me deklaratë të dëshmitorë. Pse Skot keqe nuk përcaktohet vendi. Nuk përcaktohet vendi. Me rasti është kush me merr. Është personi kompetent. A është shteti së drejtës me u dorëzu prokuroria para kryeministrit? Pse po dorëzohet? Nëse ka drejt. Pse po dorëzohet? Jo, në merr rregull, Albin Kurti s'dosh me kry tash 30 ditë burg. U dosh me kry motë. Mos më prit as zgjedhjet. Mas pare, u dosh me kry si ka akuzuar se kishin zgjedhje po e vërtet. Unë tek ja diskutuar këtë çështje, mas pare ftesa që ka shkuar Albin Kurti ka qenë shumë tendencioze dhe ka qenë ftesë e shkruar vetë prokurorit. Ftesa e prokurorit gjykatës policisë duhet me kon unike të aprovuar për këshillit të prokurorit dhe gjyqësor. I ju me qitë ftesë kur duhet kurti teket. Do me koftesë e aprovuar në formë unike janë. Po edhe me telefon nga mund me thirr orgaz. Me telefon me thirr klientat e mi prokuroria speciale dhe unë. Po vërtet, mund ka thirr me telefon prokuroria. Po është vërtet. Po. E unë çka kam më pak se Albin Kurti. Ja, po çka ka lidhje më. Po mund kanë thirr, ka pas me telefon. Po bajka edhe me shfrytzuar procedurë alternative. Edhe në këtë rast me shfrytzuar një procedurë alternative në shkruaj interesut çeri. Pse? Që në muajin e 2 ose 3 kur i ka kjo punë, 3 muaj ashtu i ka. Këtë tash ka mund të më ngrita këtë akuzaj ku diçë. Pse me blloku prokurori punën e vet? Pse me kompliku punën e vet? Shkëmerë pa vjen, shkëmerë. Shkëmerë zotë ti pa vjen. Unë nuk pa tham as ka po mirë, ka po kesh kryeministri, po shkëmerë se ti pa vjen. E çeveria po bota ajo. Kush po ban? Po çeveria është, ai s'ka po vazhdu tash. Po çeveria s'është, është çeverinë detyrë. Jo, çeveria. Kish drejt as vendime më marr, ja është detyrë po. Po nëse këta kanë marr vendime edhe ushtrues detyrë, sa kanë qenë për shembull. A marr vendime ai rriti po vetë. Drejtori administratës tatimorët Kosovës Ilir Murtez ai ka marr vendim për mua më dënu 52000 euro të qenë ushtrues detyrë, po kupton, kjo është shkelje e rëndë. Sot e kanë marr veteran po në rritje për herë të parë. Po ushtrues detyrë më shumë 6+6, s'ki drejt më shumë se 10 me ne. Por ka pas rritje të veteran prej çka. Ta rrimë dha se kanë gole Xhevdet. Rrin shoq këta. Unë do të ta gole se ka. Po do më shpjegoj. Ushtrues detyrë 8 vjetë. Është nene 26 i ligjit për qeverinë dhe aty thuhet që me rastin e shpërbërjes së kuvendit mbaron puna edhe e qeverisë. Pra, kur kuvendi shpërndahet, por jo kur e fitara 5 zgjedhjet, se ka fitë kjo vazhdim. Se ka fituar zgjedhjet, po sot e formu qeverinë. Sot do i gutet. Po janë certifikuar. Za pe prit me orë zgjedhjet lokale çatër me nihaj me mua. Nuk e certifikuar edhe, si certifikuar. Nuk kem qeveri. Qeveria nuk ekziston ajo e 2000. Na jem çkret pa qeveri. Na jena pa qeveri. Po ata janë tu e shfrytzu kompetencat që i kanë çashtu. Do në menoj që nuk bëhet qeveri. E po pse? E ka një diçka interesante. Menoj që Albin Kurti ka me tentu me blloku edhe konstituimin e kuvendit. Momentalisht nuk i ka 61 vota. Vetëm nëse e merr listën serbe.
ka bashkëpunu për veteran, për mësë milion me hipog minimor, në shta ka një bashkëpunim. Po me mu zë vëlla kërë që shke kimo abeti. Po pa listën serbe nuk mund të apej qeverin, dhe opozita nuk ishte shumë gjohë, sa që mund të apej një koalicion, sepse procedurat para prake i takujnë partisë që ka fitu votat pro 42%, sidomos propozime për kryetar të kuvendit, mandej ka 15 ditë për mandatorin që nuk e ka 6 çka do të veproj kryeministri Kurti? Po, unë mendoj që Albin Kurti pret me arrestu me një urdhër gjyqësor të procedurës para prake që me i hub një muj ditë, sepse kemi një afat. Prej certifikimit të zgjedhjeve kemi veç 30 ditë me konstituu kuvendin. Dhe unë mendoj që Albini ka me hub që 30 ditëshin, dhe Vjosa Osmani si presidenti detyrohet me shpot zgjedhje jashtëzakonshme. Edhe Albini të kej konvenant sepse mendon që aleanca dhe nisma do të shuhen, LDK do të zvoglohet ende dhe PDK do të mbetet çito. Edhe ai të rritej dikon me ato votat të mbritë. Nuk e kohë për këtë. A ka këtë ide Albinit po? Jo, ko. S'ka mëne, unë pse i tham ashtë se çani ato shu. Po pse gazi që ke di? So deputet i ka marrë vendosja. 48. 48. Edhe 10 minoritete jo serbe 58. Edhe 3 me sa e diun këta të nismës. Po gjatën ja. Po nuk është ajo as nuk është nismës, po nismës për shkon apo? Kur nuk shkon? Fatmiri po thotë ju. Nëse bëhet ashtu qeveria me Fatmirin, do çdo sa bën me vet Fatmirin ai mirë, ai disponim se më në rrezën. Sa qeveria më timon me 3 deputet 7 ministri ju burr. Nuk ti merr as. A di çfarë Albini sa dia fol 3 mos më më vot për një njerëz. Hey, mos më më vot për një njerëz që ka pas marrë me një deputet 4-5 ministri këtu me xhirve. Po sa a di çu na këtu ka qenë me rëndësi. Në këtu ka qenë me rëndësi me qenë me listën serbe mirë për të zënë s'kam pasur për. Se Ramushi ka interesuar atë që pas pozitë kryeminist, pjesa tjetër se ka interesuar. Unë mendoj që bëma qeveria mirë po ku shkojmë ti mirë konkret, ti mirë real, ti mirë korrekt. Pavarësisht se i mund këtu pak si është lirë, ti mirë drejt në bisedë në shkurtën e vitit që vjen, marrëm me anket këtë po tash një matë muj, po marrëm me anket emision, janë pashmangshëm zgjedhje të tjera që ka me ndodhur sepse te presidenti është një diçka që nuk ka lënë në forma të tjera. Çka nëse quhet, ashëm thonë që vjen direkt vend vetin? Unë mendoj nëse lëshohet Hashimi, e ki fjalën për vitin 2056. Ja, 2025. Në dhjetor 2025, po ka ke ide. Pyetje hipotetike burr, kam drejt me Nëse lëshohet Hashimi ka prona ball, do të bukurisë me prona, me marr mi pagu një ekip të katastret, me dorë nga qitë mese kokët gjashëm, edhe më morë me punë ti, mendoj që në aspektin politik ka kalu koha atina. Jo Hashimit, po shumë Hashim av tjerë, sepse ke kujnë ka u zotë gjithë. Tash, në qërë, në veç e në stefani. Jesi pire ta njerës, ka kështu ko përvoli edhe, ja ke person vetë vendosë sa da votus. Popli ma nuk në erë më heshtë në nivellin e bërë. Albini përpjetë, sepse ka popullë qashtë